Pas 16 vitesh në pushtet, Viktor Orban humbi zgjedhjet në Hungari përballë Peter Magyar, i cili siguroi një fitore të thellë. Humbja e Orbanit ka nxitur reagime politike në vend. Në fokus të reagimeve është vënë ish kryeministri Nikola Gruevski. Nga 13 deri më 19 prill do të zhvillohet një aksion evropian për kontroll të shpejtësisë në rrugët e Maqedonisë. Për një vit, qytetarët kanë dorëzuar mbi 400 padi për qend Endacak, për të cilët qyteti i Shkupit ka paguar rreth 750.000 euro të mshpërmjet. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Pas 16 vitesh në pushtet, Viktor Orban humbi zgjedhjet në Hungari përballë Peter Magyar, i cili siguroi një fitore të thellë me partinë Tiza dhe shumicë parlamentare. Fitoria u shoqërua me pjesëmarrje rekord dhe festime në Budapest. Fitoria e Magyar shënon një kthesë historike për vendin, me pritshmëri për ndryshim të politikës drejt një orientimi më pro-evropian. Magyar premtoi forcimin e lidhjeve me BE-n dhe NATO, ndërsa liderët evropianë mirëpritën rezultatin si një rikthim të Hungarisë në kursin evropian. Pas 16 vitesh në pushtet, epoka e kryeministrit hungarez Viktor Orban ka marrë fund, pasi rivali i tij Peter Magyar ka siguruar një fitore bindëse në zgjedhjet e së dielës. Rezultatet paraprake me mbi 98% të votave të numëruara tregojnë se partia Tiza është në rrugën e duhur për të fituar rreth 138 vende në parlamentin me 199 ulse, duke siguruar shumicën e nevojshme për ndryshime kushtetuese. Ndërkohë, partia Fidesz e Orbanit pritet të marrë rreth 55 mandate. Ne ja dolëm së bashku përmbysëm regjimin, çliruam Hungarinë dhe rimorëm atë dhëun tonë. Fitoria e tij pritet të sjellë një kthes të fortë në politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit. Pjesëmarrja në votime arriti një rekord prej 79.5%, ndërsa fitoria e Tizës u shoqërua me festime të mëdha në rrugët e Budapestit. Ndërkohë, Orban pranoi humbjen duke cilësuar rezultatin të qartë dhe të dhimbshëm, por nuk ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i partisë së tij. Zgjedhjet e së dielës shënojnë një moment historik për Hungarinë, duke i dhënë fund një epoke të gjatë politike dhe duke hapur një kapitull të ri për vendin. Duke folur nga sheshi Bakhtian në Budapest, Magyar u shpreh: Ne i fituam këto zgjedhje jo me një diferencë të vogël, por me një diferencë të madhe. Tiza dhe Hungaria i fituan këto zgjedhje. Mbështetja e rreth 3.3 milion votuesve përfaqëson një mandat historik. Asnjë parti në Hungari nuk ka marrë ndonjëherë një mandat kaq të fortë. Në të njëjtin tubim ai nënvezoi drejtimin e tij politik të vendit duke deklaruar: hungarezët i kanë thënë po Europës. Sa i përket politikës së jashtme, ai konfirmoi planet e tij të para si lider. Udhëtimi i parë do të jetë në Varshavë, më pas në Bruksel, për të kërkuar zhbllokimin e fondeve të BE-s. Ai shtoi gjithashtu, Hungaria do të jetë një alat i fortë i BE-s dhe NATO-s. Humbja e kryeministrit hungarez Viktor Orban është shpritur me lehtësim dhe optimizëm të kujdesshëm në Bruksel, ku liderët e Bashkimit Evropian shpresojnë për një ndryshim të kursit politik të Hungarisë drejt një linje më të afërt me BE-n. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se rezultati i zgjedhjeve tregon rikthimin e Hungarisë në rrugën europiane, duke theksuar se vendi ka zgjedhur Europën. Edhe presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola përgëzoi Peter Magyar për fitoren dhe theksoi se Hungaria i përket zemrës Europës. Reagimet pozitive nga Brukseli lidhen me përplasjet e mëparshme të Viktor Orban me BE-n për çështjet si migracioni, sundimi i ligjit dhe Ukraina. Presidenti francez Emmanuel Macron e quajti rezultatin një sinjal të fortë pro-europian, ndërsa kancelari gjerman Friedrich Merz bëri thirrje për bashkëpunim më të ngushtë për një Europë më të fortë dhe më të bashkuar.
Humbja e Viktor Orbanit në Hungari ka nxitur debat politik në vend me theks të veçantë ish kryeministrit Nikola Gruevski që ndodhet në Hungari dhe lidhjet me Budapestin. LSDM vlerëson se qeveria aktuale ka humbur aleatin kryesor dhe paralajmëron rënje të tjera politike në rajon. Nga ana tjetër, VMRO DPMNE kundër përgjigjet opozitës duke i kërkuar të fokusohet në problemet e brendshme dhe duke akuzuar për lidhje të dyshimta. Humbja e Viktor Orbanit dhe partisë së tij në zgjedhjet e përgjithshme në Hungari ka shpërsuar debatin edhe në skenën politike në vendin tonë, e në fokus përsëri është ish kryeministri Nikola Gruevski dhe qëndrimi i tij në Budapesht. Lidhja Social-Demokrate thotë se me humbjen e Orban, Mickoski dhe qeveria aktuale e Maqedonisë së Veriut kanë humbur aleatin e tyre të vetëm që kishin dhe pas të cilit fshiheshin. Sipas kreut të opozitës Venko Filipçe, pas Orbanit pritet të bjerë edhe Aleksandar Vučić e bashkë me të edhe Hristijan Mickoski. Organizata kriminale VMRO mbetet pa aleatin e saj të vetëm në BE. Nuk ka më fshehje të Gruevskit në Budapest, as kombinim me biznesi. Kryeministri i ri i Hungarisë, zotri Peter Magyar, ka paralajmëruar reforma të thella në media për shkak të ndikimit të madh që Orban kishte mbi to. Regjimet autokratike po bien. I radhës është Aleksandar Vučić, e bashkë me të edhe Hristijan Mickoski. Sipas Filipçes, nuk është në pyetje vetëm se çfarë do të ndodhë me Hungarinë, por çfarë do të ndodhë edhe me Mickoskin. Filipçes i reagon në mënyrë ekspres nga VMRO DPMNE-ja, partia në pushtet thotë se Filipçe nuk duhet të merret me zgjedhjet e shteteve të tjera, por duhet të distancohet nga Zoran Zaev dhe siç pretendojnë ata, partnerët e dyshim të biznesit prorus të lidhur me Zaevin, ku përmendin emra si Miodrag Daka Davidović, Oleksandr Onischenko dhe Borche Markovski. Filipçe përvishi mëngët dhe vendose partinë tënde në binar dhe në këmbë të shëndosha, nëse mund të thuhet se është e jotja, pasi ti je aty vetëm si ruajtës i karigës. Kjo është mbi të gjitha e rëndësishme, sepse për zhvillimin e një shteti nevojitet një parti opozitare shëndosh, një opozit që qëndron mbi këmbët e veta. Kur jemi tek zgjedhjet në Hungari, kujtojmë se Maksim Dimitrievski dhe Znam janë ata që uruan për fitore kryeministrin e ri hungarez. Në urimin e tyre nga Znam shprehen të bindur se marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Hungarisë do të vazhdojnë të zhvillohen me intensitet të shtuar. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se nga 13 deri më 19 prill fillon aksioni evropian për kontroll të shpejtësisë në rrugë. Nga atje theksojnë se policia rrugore e Maqedonisë si antare e rrjetit evropian të policëve rrugor Roatpol i bashkohet këtij aksioni me kontrolle të shtuara për vozitje mbi shpejtësinë e lejuar. Ndërsa të mërkurën më 15 prill nga ora 12 e natës deri të ejtën 16 prill në orën 12 e natës do të zhvillohet një maraton 24 orësh e shpejtësisë gjatë së cilës do të ketë kontrolle të pandërprera të shpejtësisë së lëvizjes në të gjithë territorin e shtetit. Vozitja e shpejtë mbetet një nga shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda dhe fatale në rrugët tona. Prandaj duhet të veprojmë vazhdimisht, thon nga MFB. Sipas policisë, një pjesë e madhe e lokacioneve të aksionit për kontrolle janë të njohura paraprakisht për shoferët me qëllim që të forcohet karakteri parandalues i këtyre aksioneve. Ministria e Punëve të Brendshme ka ndalur 5 shofer për drejtim të pakujdesshëm të automjetit. 2 prej tyre kanë drejtuar pa patent shoferin, ndërsa 2 të tjerë me ndalim aktiv për drejtim të automjetit. 5 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë privuar nga liria në 24 orët e fundit. Arsyeja për arrestimin e tyre, siç njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, lidhet me drejtim të pakujdesshëm të automjetit. 2 prej të arrestuarve, njëri nga Kumanova dhe njëri nga Dibra, kanë drejtuar automjetet pa patent shoferi. Një shofer në autostradën Miqësia ka drejtuar automjetin me shpejtësi më të madhe nga e lejuara, ndërkaq 2 të tjerë, njëri nga Kërshova dhe njëri nga Çashka, kanë drejtuar automjetet e tyre edhe pse kishin ndalesë aktive për drejtim. Bëjmë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, të mos drejtojnë automjet pa dhënë provimin për patent shoferi, ose nëse u është shqiptuar masa e ndalimit për drejtim ose janë në ndikimin e alkoolit, në mënyrë që të kontribuojmë së bashku për një komunikacion më të sigurt.
Gjithashtu nga Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për arrestimin e një gruaje nga fshati Bojan për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Zyrtar policor nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria G.Sh42 nga fshati Bojan i Shkupit për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike si dhe dëmtimit të pronës së huaj. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj personit do të parashtrohet kallëzim përkatës. Gjatë vitit 2025, qyteti i Shkupit ka paguar rreth 750.000 euro dëm shpërblim për qytetarët si pasojë e sulmeve nga qendri Ndacak. Nga janari 2025 deri në janar të vitit 2026 janë ngritur 440 padi, ndërsa gjykatat kanë dhënë 383 vendime për kompensim. Qyteti i Shkupit gjatë vitit 2025 ka paguar rreth 750.000 euro dëm shpërblim për qytetarët për shkak të sulmeve nga qendri Ndacak. Sipas të dhënave të publikuara nga disa media vendore dhe raporte institucionale, janë paraqitur qindra padi dhe janë marrë vendime gjyqësore për kompensim. Sipas të dhënave zyrtare, nga janari 2025 deri në janar 2026 janë paraqitur gjithsej 440 padi për dëme jo materiale të shkaktuara nga kafshimet e qenve Ndacak. Gjykatat kanë marrë 383 vendime përfundimtare, mbi bazën e të cilave qyteti ka paguar shuma të konsiderueshme financiare për qytetarët e dëmtuar. Këto të dhëna tregojnë një trend të vazhdueshëm të rritjes së raportimeve për incidente të tilla në zonat urbane të qytetit. Disa banor në komuna të ndryshme të Shkupit kanë raportuar se sulmet ndodhin më shpesh në lagje banimi, pranë shkollave dhe parqeve, gjë që rrit më tej qetësimin për sigurinë publike. Disa raste përfundojnë me lëndime më të lehta, por që ka edhe incidente më serioze që kërkojnë ndërhyrje mjekësore. Nga ana tjetër, institucionet përballen me kritika se zgjidhja sistematike e problemit me qendrin Ndacak po vonohet, pavarësisht ekzistencës së programeve për trajtimin human dhe kapjen e tyre. Komunat kanë detyrime ndaj ndërmarrjes publike lajka, por ato nuk përmbushen plotësisht, gjë që po e vështirëson edhe më shumë përballimin e problemit. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka parashikuar mot me vranësira dhe rreshje të shiut nga nesër. Sipas parashikimeve, moti do të shoqërohet edhe me erë mesatare. Në Shkup pritet të mbizotrojë mot me diell dhe vranësira. Pranvera po dëshmon edhe një herë natyrën e saj dinamike, duke sjellë një përzierje në mod të paqëndrueshëm që lëviz me stabilitetit dhe pasigurisë atmosferike. Kjo situatë jo vetëm që kërkon kujdes në planifikimin e aktiviteteve ditore, por edhe rikthen vëmendjen te nevoja për informim të vazhdueshëm mbi parashikimet e motit. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se nesër 13 prill 2026 e mart do të ketë mot me vranësira të ndryshueshme dhe periudha me diell, ku sipas tyre pasdite dhe gjatë natës në pjesët jugore dhe perëndimore do të ketë rreshje lokale shiu. DPHM ka theksuar se do të fryjë erë mesatare, ndërsa në vende për gjatë vardarit erë përforcuar nga drejtimi juglindor me shpejtësi mbi 60 km/h. Në Shkup paradite me diell, ndërsa pasdite me vranësira të ndryshueshme do të fryjë erë mesatare deri e përforcuar nga drejtimi juglindor, njofton DPHM. Ndërkaq, të mërkurën DPHM cek se moti pritet të jetë me vranësira dhe me rreshje të herpashershme lokale shiu, kurse ditën e enjte dhe të premten moti pritet të jetë kryesisht i njëjtë, me vranësira të ndryshueshme me rreshje të herpashershme lokale shiu dhe kushte për paraqitje të izoluar të bubullimave, thekson DPHM. Korpusi i Gardës Revolucionare Iraniane paralajmëroi të hënën se asnjë port në gjirin persik dhe detin e Osmanit nuk do të jetë i sigurt pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosen një blokadë për të gjithë trafikun që hyn dhe del nga portet iraniane në ngushticën e Hormuzit. Siguria e porteve në gjirin persik dhe detin e Osmanit është ose për të gjithë ose për askënd, në një deklaratë të publikuar nga transmetuesi shtetëror i IRB-s. Forcat armatosura iraniane konsiderojnë mbrojtjen e të drejtave ligjore të vendit një detyrë natyrore dhe të lidhshme dhe për këtë arsye ushtrimi i sovranitetit mbi ujërat territoriale të Iranit është një drejtë natyrore e kombit iranian.
Anijeve të lidhura me armikun do t'ju mohohet kalimin nëpër ngushticën e Hormuzit, ndërsa anijet e tjera mund të kalojnë tranzit në përputhje me rregulloret e përcaktuara nga Teherani, thuhet në deklaratën e tyre. Washingtoni njoftoi se nga ora 14 të SHN-s do të vendos bllokadë ndaj porteve iraniane. Lëvizja SBA-s erdhi pasi të dyja palët zhvilluan bisedime pa marrëveshje në kryeqytetin pakistines. Më shumë se 32 milion njerëz rrezikojnë të bien në varfëri për shkak të ndikimeve ekonomike nga lufta me Iranin, duke goditur më rënd vendet në zhvillim. Sipas UNDP-s, bota po përballet me një tronditje të trefisht në energji, ushqim dhe rritje ekonomike. Alexander De Croo, administratori i UNDP-s dhe ish kryeministri i Belgjikës, ka thënë se një konflikt i tillë është zhvillim në drejtim të kundërt. Edhe nëse lufta ndalet, ndikimi tashmë është i pranishëm. Do të shihni një ndikim afatgjat, veçanërisht në vendet më të varfëra, ku njerëzit shtyhen përsëri në varfëri. Ky është elementi më i dhimbshëm. Njerëzit po shtyhen në varfëri, janë shumë shpesh ata që kanë qenë dikur të varfër, kanë dalë prej saj dhe tani po shtyhen sërish brenda asaj, ka thënë ai. Rritja e çmimeve të energjisë dhe ndërprerjes së furnizimit kanë krijuar efekte zinxhir në ekonomi, duke rrezikuar sigurinë ushqimore globale. Dhjetra civil u vranë kur një sulm ajror ushtarak nigerian që synonte militantët e Boko Haram në veri lindje të vendit, goditi një treg lokal gjatë fundjavës, tha të hënën organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International. Më shumë se 100 persona u vranë dhe 35 u plagosën në rënd në sulmin i cili goditi fshatin Jili të shtetit të quajtur Yobe, një zonë në qendër të një kryengritje të gjatë të përfshirë të grupin Boko Haram, tha Amnesty. Dëshmitarët okular thanë se 3 avion ushtarak qëlluan në një trek në fshat, shtoi organizata në një deklaratë postuar në platformën amerikane të mediave sociale X. Një përdorim i tillë i pamatur i forcës vdekjeprurës është i paligjshëm, skandaloz dhe nxjerr në pash përfilljen tronditëse të ushtrisë nigeriane për jetën e tyre që supozohet se ekziston për t'i mbrojtur, shtoi organizata duke kërkuar një zhvillim urgjent dhe të paanshëm. Dy operacione kërkim shpëtimi u zhvilluan në orët e para të së dielës në zonën detare në jug të Kretës. Nga këto operacione janë shpëtuar 57 emigrantë, të cilët ndodheshin në bordin e 2 anijeve të ndryshme. Në anijen e parë u shpëtuan 22 të huaj, nga të cilët 21 ishin burra dhe 1 i mitur. Të gjithë u transferuan në një qendër pritje për emigrantët. Sipas deklaratave të tyre, ata ishin nisur nga Libia duke paguar shuma nga 15.000 deri në 20.000 dinar libian secili për transportin e tyre në Greqi. Autoritetet arrestuan një 20 vjeçar nga Sudani i Jugut. Në anijen e dytë ishin gjithsej 35 persona, 33 burra dhe 2 gra. Të shpëtuarit u transferuan në portin e Karave në Gavdos, ku ndoqen procedurat e përcaktuara të regjistrimit dhe hetimit paraprak. Një 26 vjeçar nga Sudani i Jugut u arrestua nga autoritetet qendrore i portual i Hanias. Lajmi për NBA ishte i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë, mirupafshim.